falë pasionit që kam pasur për koleksionet, por dhe mundësive që i kam pas, më ka qelluar që të udhtoj në shumë shtete të botës, në të gjitha kontinentet, për të parë, për të ndjekur pasionin e koleksionimit, duke marrë pjesë në muze të ndryshëm, duke vizituar muze të ndryshëm, duke vizituar shtëpi të ndryshme ankandesh me mundësitë për të blerë ose thjesht për të parë, të cilat më kanë bërë përshtypje të veçantë. Mbresat veçanta më ka lënë një udhëtim në Kinë që kam bërë para shumë vitesh. Kam parasysh këtu edhe artin kinez që në vitet 60 ka qenë prezent në Shqipëri, objektet e tyre janë të jashtëzakonshme, çmimet e tyre në parankande nuk afrohesh dot, nuk i prek dot për çmimet shumë të larta që kanë. Kam vizituar shumë muze dhe ekspozita dhe kam shuar atë kurreshtin time duke parë artin e jashtëzakonshëm kinez. Kina është një vend i veçantë, ka një popull të jashtëzakonshëm që miqësohesh shumë shpejt me ta, bëhet dashamir me ta. Kam krijuar disa marrëdhënie që këmbejmë korrespondenca të ndryshme dhe njëkohësisht kam pasur në biznesin tim disa makineri që isha blerë në Kinë dhe kur erdhi grupi kinez për t'i instaluar ato makineri, afrimiteti dhe qasja ime me ta nga e shkuara që isha qenë në Kinë ishte një urë lidhje shumë, një element shumë i veçantë i shtuar në atë që unë mendoj dhe përfitëroj për Kinën.